Natyra të rikthen gjithçka pas, mjafton veç një moment nga moti i keq duke nxjerrë sërish në pa problematikën e mbetjeve në Bregdet. Moti i paqëndrueshëm i ditëve të fundit ka rikthyer në vëmendje kështu një nga shqetësimet e vazhdueshme mjedisore, grumbullimin e mbetjeve në bijën bregdetare. Sasia e madhe e mbeturinave të sjella nga deti ka krijuar një pamje as pak normale për pushuesit dhe banorët e zonës. Përgjegjës për këtë situatë është jo vetëm moti i përkeqësuar, por dhe papërgjegjshmëria në depozitimin e mbetjeve në lumenj, kanale dhe hapësira të tjera publike. Shpesh këto mbetje përfundojnë në det dhe më pas dalin në breg gjatë stuhive ose luhatjeve të nivelit të ujit. Punonjësit e bashkisë kanë ndërhyrë që në orët e parë të mëngjesit për të pastruar zonën, por pranojnë se kjo situatë përsëritet çdo herë që përkeqësohet moti. Bllokimi i kanaleve nga mbeturinat e hedhura nga qytetarët përkeqëson më tej problemin, duke bërë pastrimin një sfidë të vazhdueshme. Vinë nga fabrika Cimentos. Gjithë kanali kryesor, popullata e asaj zone është krye pandëgjeshme, hedhin të gjithë mbeturinat. Kanali si javit. Po. Plus që janë dhe ca kazane llozërash atje dhe atje i bien shkurt njerëzit. Në vend të hedhin nëpër kazane, i hedhin në kanal. Dhe mbeturinat reflektojnë këtu në Bregdetit. Gjithë mbeturinat e kësaj zone këtu vinë te ky sheshi në Lungëmarrë. Kjo është Kemi nevojë shumë gjithmonë. Gjithmonë me kot keqe, ka shira furtunal, gjithë barishtat këtu vinë. Vetëm elektrik apo edhe plastik? Edhe plastik, ja urdhë, filmoj shko plastike të naçe të gjitha. Ato nuk i sjell natyra. Natyra deti mund silli barishten që bën ciklin që pastrohet, po mbeturinat e popullate. Çfarë zgjidhje ka sipas? Zgjidhje vetëm ndërhyrje. Pastrimi. Gjithë dhe marrja në këmbë e shikoni vetë, ndash përgjegjësi, ndash brigadieri, çfarë do bëjnë dhe ata bashkë me ne këtu në punë. 24/24. Kanalet janë problem? Shumë problem. Jashtëzakonisht, gjithë kanalet janë në gjendje katastrofe. Në kohën e diktaturës kanalet ishin krye të pastra, nuk ndodhin këto fenomene. Duhet të ndërhyjë shteti urgjentisht të pastrojë mirë këtu, po dhe lagja është e mbytur. Situata ka qenë e tillë në pothuajse të gjithë bijën bregdetare në Vlorë, aty ku mbetjet janë prezente përgjatë Lungomarës dhe jo vetëm.